Para fillimit të seancës konstituitive të legjislaturës së nëntë, po raportohet se lëvizja vetëvendosje e ka arritur marrëveshjen me nismën për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Duke u bazuar me burimet e veta, gazeta Epoka e Re ka bërë me dije se kjo marrëveshje parasheh që kryetari i nismës Fatmir Limaj të jetë kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, nisma, e cila ishte në koalicion me AK-n, ka fituar 3 ulse në Kuvendin e Kosovës, por sot, teksa Fatmir Limaj drejtoi ulses së tij në Kuvend, as nuk u përshëndet me Ramush Haradinajn. Qëndrimi i tij ishte tepër i ftohtë përkundrejt liderit të AK-s, me të cilin bëri fushat për zgjedhjet e 9 shkurtit, duke kërkuar vot për ndryshimin e qeverisë. Ndërkohë mësohet se seanca konstituitive do të drejtohet nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Avni Dehari, i cili është deputeti më i moshuar i Kuvendit të Kosovës. Ai do të ndihmohet nga deputetja më e re, e cila është Sala Jashari e PDK-s. Agjenda e kësaj seance parasheh 4 pika. Pika e parë parasheh formimin e një komisioni të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve. Më pas, në rend të ditës do të jetë betimi i deputetëve. Në pikën e tretë parashihet zgjedhja e kryekumvendarit të Kuvendit, kurse pika e katërt parasheh zgjedhjen e nënkryetarëve të Kuvendit. Njohësit e rrethanave politike në vend kanë treguar skenarët që mund të ndodhin në këtë seancë. Eugen Cakolli nga KDI-ja ka bërë me dije se janë të paktën 3 skenarë të mundshëm. Pas hapjes së seancës, verifikimit të mandateve dhe betimit të deputetëve, LVV si subjekti më i madh parlamentar propozon kandidatin për kryetar të Kuvendit. Nëse kandidatura merr së paku 61 vota, atëherë vazhdohet me zgjedhjen e nënkryetarëve dhe Kuvendi konstituohet plotësisht. Në këtë variant, presidenti Osmani duhet menjëherë të dërgojë një letër zyrtare lëvizjes vetëvendosje për t'i kërkuar propozimin për kryeministër. Pas përgjigjes nga lëvizja vetëvendosje me emrin e kandidatit, që do të jetë Albin Kurti, presidenti ja nxjerr dekretin për nominimin e mandatarit. Mandatari ka detyrim të propozojë qeverinë e re dhe të sigurojë shumicën prej të paktën 61 votash brenda 15 ditëve nga dekreti, ka shkruar ai. Kryetari i nismës Fatmir Limaj është regjistruar sot si deputet i ardhshëm i Kuvendit të Kosovës. Gjatë prononcimit për mediat, ai ka mohuar zërat që mund të ketë një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, duke thënë se nuk kanë marrëveshje me askënd. Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin ton në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon e kërkohet nga ne. Edhe këtu përfundon detyra jonë kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi. Ka marrëveshje nisma me vetëvendosje? Nisma nuk ka marrëveshje me askënd deri më sot. Dhe nisma është e gatshme dhe do të punojë fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkojë në krizë parlamentare, pa e që më thonë deri më tani ne nuk kemi asnjë marrëveshje me asnjë grupacion politik. A do ta votojmë? Çka do të ndodhin, do të shohim nesër të tjetër. Dhe nga nesër fillojnë ky procesi. Këto nesër i keni sigurisht mund të keni zhvillimet. Zhvillim parlamentit që keni përgjigje. E ka quajtur të turp. Nuk e di çka ka ndodhur. Na nuk kemi po, unë s'kam pranuar. Ai paraditë deklaroi që ju ka dërguar një shkresë, nuk keni komunikuar. Unë nuk kam, si më thënë kështu, dëgjoni. Unë nuk kam asnjë shkresë nga askush, unë nuk kam pa në takim, në dakordim në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa në diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar. Edhe nëse ka munguar unë, atëherë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas një takim. Unë i thash deri me tani, ne nuk kemi asnjë marrëveshje politike me askënd dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu që Kosova me institucion. Limaj po ashtu ka thënë se Kosovën e presin shumë sfida në të gjitha planet derisa tha se do të punojnë fort në shërbim të vendit. Mëtej, ai konfirmoi se presin që qeveria dhe institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Me 2 deputetët e nderuara, do të bëjmë edhe formalisht regjistrimin në parlament. Besoj që për gjithë anëtarët, simpatizantë dhe votues e nismës është një ditë e madhe. Ky rikthim i nismës në parlament, besoj që ka qenë një zë munguar. I siguroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, natyrisht edhe votuesit tanë, aktivistët tanë, që ne do të punojmë fort në shërbim të vendit. Do të ngrisim gjitha të çështje, të cilat ne besojmë që janë të mirë në Kosovës. Do të kemi iniciativa ligjore. Do të ballafaqohemi me argumente politike. Do të rregojmë shkallë të lartë të pikurisë tonë politike.
do të mundohemi që në Parlamentin e Kosovës me ide të freskohet dhe dinamizohet puna e Parlamentit të Kosovës, do të jemi një forcë politike si gjithmonë, e gatshme për të bashkëpunuar për interesa nacionale në shërbim të Kosovës. Ne dim dallojmë dëshirat, ambicjet personale me aktivitetin politik, me marrëveshjet, me takimet, me nevojat e përbashkëta, me gjetjen e gjuhës së përbashkët. Në fundit, ky është funksioni i parlamentit. Që të bashkohen forcat politike për të ofruar një mundësi më të madhe Kosovës në gjitha planet, zhvillimin ekonomik, politik. Gjithë jemi dëshmitar që gjërat kanë ndryshuar, bota po ndryshon, rajoni ka ndryshuar e po ndryshon. Kosovën e presin shumë sfida të mëdha në gjitha planet, edhe në politik, edhe ekonomik. Më shumë se kur Kosova ka nevojë për një rrjedhje të fuqishme ekonomike, më shumë se kur ka nevojë për një dinamizim të politikës së jashtme, të partneritetit me miqt, të bashkëpunimit me miqt. Ne më kthy Kosova, jo një tabel qitje, po më kthy Kosova me argumentet e saj fuqishëm, me marrë tempon e iniciativën e argumenteve të veta, plasimin aty në argumenteve atje ku duhet, dhe kështu një dinamizim i ri, dhe ne do të japim kontributin tonë. Ne presim që qeveria institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon e kërkohet nga ne. Edhe këtu përfundon detyra jonë kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi.